إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرم الله عز وجل أتألف درويم أتيمي من يوهس Ati I kërkojmë ndihmë dhe mbështetje dhe e lusëm të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Ati I kërkojmë stërhinë dhe mbrojtje të na ruaj nga çdo devijim dhe nga çdo shpërqendrues nga rruga e tij e drejtë. Kemi folur në këtë hutbë o vëllezërit e mi rreth asaj që quhet el mujahede, pra luftë dhe përpjekje që I duhet robit të kalojë në këtë dynja, për të dalë faqebardh në udhëtimin e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Dhe folëm dhe thamë se ndër luftrat dhe përpjekjet më të rëndësishme të domosdoshme, madje më primaret, është lufta me vetveten. Dhe në krye të përpjekjeve me vetveten është lufta dhe përpjekja për të njohur fenë e Allahut subhanahu wa taala, për të marrë diturinë e dobishme të domosdoshme, që është detyrë ta marrë çdo njeri. Dhe padyshim që nuk mundet njeriu të mbrijë në destinacion nëse nuk merr dije të domosdoshme, të saktë rreth udhëtimit që ka për të bërë. Çfarë I duhet në këtë udhëtim? Dhe padyshim që njohuritë të cilat janë të detyrueshme për robin që t'i njohë janë të shumta. Më kryesoret janë njohja e Zotit subhanahu wa taala, njohja e profetit sallallahu alaihi wasallam, njohja e fesë islame në ato drejtime që çdo njeri e ka detyrë personale për ta njohur. Prandaj e shoh të udhës që të flasim dhe të zgjerohemi në të tilla tema. Sepse nëse nuk zgjerohemi dhe flasim për çështjet që duhet I mësojë njeriu dhe t'i di, nëse nuk përkujtojmë njëri tjetrin dhe të udhëzojmë njëri tjetrin se cilat janë ato njohuri të dobishme që duhet I dim, ku t'i marrim në mënyrën e saktë, korrekte, atëherë çfarë teme tjetër do të flasim me njëri tjetrin? Do t'ja nisim sot vëllezërit e mi me çështjen kryesore, pa të cilën asgjë tjetër nuk vlen dhe nuk I sjell dobi njeriu. Dhe ajo është akidja, besimi. Çfarë është akidja? Akidja është çdo gjë që Allahu subhanahu wa taala dhe I dërguari I tij kanë urdhëruar dhe porositur që të besohet me bindje të plot, pa asnjë dyshim në zemër, pa asnjë lëkundje apo hezitim në zemër dhe në shpirt. Ajo përfshin themelet e mëdha të besimit që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet, siç janë besimi në Allahun subhanahu wa taala, besimi në melekët, besimi në librat e shpallur, në profetët, në ditën e gjykimit, në caktimin e të mirës dhe të keqes, pra kaderin e Allahut subhanahu wa taala, dhe në çdo lloj teme që duhet besuar në zemër dhe në shpirt. Kjo është një temë shumë e rëndësishme. Madje për të kanë ardhur profetët, dhe ata u kanë sqaruar dhe I kanë ftuar popujt e tyre që të besojnë në të tilla çështje domosdoshme. Pa e pasur këtë besim në shpirt, dhe që është më rëndësishme pa e pasur të saktë, korrekt, asgjë tjetër nuk vlen. Asnjë lloj pune apo fjale që bëhet nuk vlen tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ja vlen që muslimani dhe muslimania të bëjë mujahede, pra të luftojë dhe të përpiqet maksimalisht me gjithë forcat e veta për të njohur akiden e pastër. Sidomos në kohën e sotme, kur devijuesit nga rruga e Allahut subhanahu wa taala janë të shumtë. Duhet njeriu të ketë një forcë të tillë diturie për që një ruajtur dhe I sigurt në udhëtimin drejt Allahut subhanahu wa taala. Nuk do ta gjesh gjithmonë afër një hoxh apo një imam apo një mësues që gjithmonë ta pyesësh ose gjithmonë të interesohesh. Duhet të kesh një dije të mjaftueshme vet. Pse jo? Duhet të kesh edhe një bibliotekë tënden, pra një librotekë në cilën të kesh libra mjaftueshëm që gjithmonë të kthehesh dhe të përkujtosh në to. Kjo është e domosdoshme vëllezërit e mi. Nëse duam që të jemi faqebardh,
në udhëtimin tonë. Akidja islame nuk ndërtohet mbi hamendje, vëllezërit e mi, as mbi filozofi njerëzore apo mendimet e krijesave, por ajo ndërtohet mbi shpalljen e Allahut subhanahu wa taala dhe dorëzimin e plotë ndaj asaj që ka ardhur nga Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra akidja, ajo çfarë ne besojmë, nga vjen nga e ka burimin, nuk e ka nga mendjet e njerëzve dhe filozofitë e tyre që ndryshojnë kohë pas kohe, por e ka nga Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Besimtari e pranon të vërtetën me zemër, e pohon me gjuhë dhe i nënshtrohet me vepra dhe me gjithë qenien dhe jetën e tij, duke besuar se udhëzimi, shpëtimi dhe lumturia gjenden vetëm në atë që ka shpallur Allahu subhanahu wa taala. Kjo është pjesë e akides tonë. Pra ne nuk besojmë çfarëdo lloj gjëje që na serviret. Besojmë vetëm atij që ka bazë në Kur'an dhe Sunet. Nëse nuk e marrim dijen, nuk lexojmë, nuk hulumtojmë, atëherë çfarë do besojmë? Apo thjesht jemi njerëz që na ka kapur rutina dhe me që i kemi prindrit musliman, vinë e falim në xhami. Me që kemi shokën musliman, hajde se vime dhe ne falim në xhami. A kemi diçka që e besojmë? Çfarë besojmë? Është pjesë e rëndësishme e domosdoshme, vëllezërit e mi. Nuk lejohet ta tolerojmë këtë punë dhe mos përpiqemi. Akidja është themeli i fesë dhe baza mbi të cilën ngrihen të gjitha adhurimet, moralet dhe veprat e njerëzit. Nëse akidja është e saktë, edhe veprat e robit pranohen dhe jeta e robit rregullohet. Ndërsa nëse prishet akidja, prishet feja, humbin veprat dhe rrezikohet që njeriu të dënohet dhe të përjetësohet në zjarr të xhehenemit. Një akide e gabuar i çon dëm të gjitha veprat e mira që mund të bësh. Edhe nëse sakrifikon jashtë mase, nëse nuk e ke akiden të pastër, asnjë nga veprat nuk vlen. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Të shpallur ty o Muhammed, dhe atyre që ishin para teje, nëse i bën shirk Zotit, se non akiden, do shkatrohen të gjitha punët, asgjësohen të gjitha punët e tua, dhe në ahiret ke për të qenë për të shkatruarve. Mendo, kur nuk mund të jetë profeti i shkatruar sallallahu alaihi wasallam, dhe as profetët e tjerë, por mendo çfarë kërcënimi jep Zoti? Ne. Nëse nuk e ke akiden të pastër, të rregullt, edhe veprat nuk pranohen. Dhe je shkatruar në ahiret edhe në dynja padyshim. Për të arsye vëllezër mi, akidja merret vetëm nga Kurani dhe Suneti, sipas kuptimit të drejtë profetit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe brezave të parë të udhëzuar. Larg shtremrimeve, bidateve, dyshimeve dhe pasimit të epsheve dhe mendjeve njerëzore dhe transformimit që ato sjellin sipas dëshirave dhe epsheve të tyre. Si të studiohet akidja, vëllezër e mi? Po flasim për mujahede. Pra, përpjekje që duhet ta bëjë robi se s'bën, e ka vajxhib, e ka detyrë, çdo njeri individualisht. Të bëjë përpjekje, vëllezër e mi, sepse akidja nuk merret me trashëgimi dhe me imitim të verbër. Unë nuk e kam këtë akide që kam si musliman, sepse prindit e mi janë musliman dhe unë si ata do jam edhe unë musliman. Kjo akide nuk vlen. Nuk vlen tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse vetë nuk je i qartë, nëse vetë nuk e merr edhe nuk qartësohesh me anë të dijes që të marrësh pra për akiden e pastër. Ashtu si çdo dije tjetër fetare, edhe akide duhet të merret me radhë dhe gradualisht, vëllezër e mi. Nuk është prej metodës së dietarëve që fillestari të hyjë me një në librat e zgjeruar ose në debatet e ndërlikuara të akides. Pa i mësuar në parë themelet e besimit. Prandaj, dietarët e Ehli Sunetit kanë shkruar tekste të shkurtra për fillestarët, pastaj vepra më të zgjeruara për ata që duan të thellohen në dije. Prandaj ka një metodologji për marrjen e dijes, vëllezër e mi. Do ta marrim të dije, o vëllezër e mi, për veten tonë dhe për fëmijët. Dhe për ata që i duam dhe na duan, që t'ua japim dhe ta përhapim të hajër. Studimi i akides duhet ndërtohet mbi leximin e librave të dietarëve të mirë, të Ehli Sunetit, ata që janë me Kur'an dhe Sunet të profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e kanë marrë besimin drejt për drejt nga këto burime të pastra, sipas kuptimit të brezave të zgjedhur. Kjo është rruga më e sigurt për ta ruajtur besimin të pastër dhe larg shtrembrimeve, bidateve dhe mendimeve të devijuara. Pra duhet shumë kujdes se çfarë beson. Për këtë arsye është e këshillueshme që muslimanët të ecë sipas një programi gradual. Vëllezërit e mi, po sjell një program modest në lidhje me librat që duhen lexuar, duke i renditur sipas radhës
pra gradualisht, për ta marrë këtë dije lehtësisht me gradualitet. Duke ecur dhe duke punuar, pa u sforcarur shumë për të kërkuar dituri të madhe. Me shumë pak kohë gjatë ditës tonë mund të marrim këtë lloj njohurie të domosdoshme vëllezërit e mi. Niveli i parë i akides, pra i besimit që duhet ta studiojmë e ta marrim, o vëllezërit e mi, është vajib, është detyrë personale e çdo kujt. Është themelimi i akides të pastër në zemër. Duke nisur me disa libra të thjeshtë. Kam zgjedhur këto libra që kanë këshilluar njerëzit e dijes. Së pari është libri Thalathatul Usul ose Al-Usulu Thalatha. Pra 3 parimet themelore. Libër ky që është më i përshtatshëm për fillimin e studimit të akides dhe të besimit. Në të autori shpjegon 3 pyetje themelore që çdo njeri do të pyetet në varr. Pra ja fillon me këtë libër, janë ato 3 pyetjet që secili njeri kur largohet nga dynjaja do të pyetet në varr për to. Kush është Zoti yt? Cili është profeti që u dërgua ndër ju dhe cila është feja jote? Pra këto, kush është profeti yt, duke u mbështetur në argumente nga Kurani. Të treja këto, kush është Zoti, kush është profeti dhe cila është feja, i ka shtjelluar autori duke u mbështetur në argumente nga Kurani dhe Suneti. Ai sqaron kuptimin e njohjes së Allahut. Çdo thotë ta njohësh Allahun subhanuhu teala, në çfarë aspekti duhet ta njohë njeriu Zotin subhanuhu teala, që të konsiderohet se ka marrë dijet mjaftueshme që të ketë akide islame dhe e njeh besimin në Allahun subhanuhu teala. Pra, ja nis çdo thotë besosh në Allahun. Çdo thotë besosh në profetin sallallahu alaihi wasallam. Cili është niveli i domosdoshëm që duhet ta di çdo njeri rreth profetit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në lidhje me fenë islame, sjell pikat më të domosdoshme që duhet i njohë njeriu. A i kemi lexuar këto? Allahu musta'an. Lutë Allahun na udhëzoj vëllezërit e mi. Ua kemi dhënë fëmijëve tanë që ti mësojnë dhe ti dinë, ose atyre që i duam dhe na duan. Pra kjo është pjesë e fesë tonë, duhet ta njohim vëllezërit e mi. Libri dallohet për stilin e qartë, të shkurtër dhe të mbështetur plotësisht në tekstet. Pra ajet Kurani, hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe një shtillim të thjeshtë dhe të kuptueshëm. Ndaj konsiderohet si hyrja më e mirë për çdo njeri që kërkon të njohë akiden. Hapi i parë që hidhet, ta lexojmë këtë libër vëllezërit e mi. 3 themelet. Së dyti, El-Qawaidul Arba'a, 4 rregullat bazike. Edhe ky libër përmbledh 4 rregulla themelore që ndihmojnë në kuptimin e asaj që quhet tauhid. Muslimani dallohet ndër të tjerë se beson në fenë e tauhidit, në një Zot të vetëm, që meriton adhurimin. Ky libër i thjesht, i dyti, në radhë, na ndihmon të kuptojmë realitetin e tauhidit dhe të shirkut, i dhujtarisë. Autori sqaron se idhujtarët e kohës së profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse pranonin se kishte një krijues, edhe sot në fakt shumë pranojnë se ka një krijues, kjo nuk i bëri që të shpëtojnë nga ndërshkimi dhe zemërimi i Zotit subhanuhu teala. Nuk mjafton thjesht të besosh që është një krijues. Nëse nuk e shoqëron këtë me tauhidin e uluhijes, pra të adhurimit të Allahut subhanuhu teala, të nënshtrimin ndaj tij. Dhe autori i sjell këtë me argumente të qarta nga Kurani, nga fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam, nga historia e profetit, shumë shkurt dhe përmbledhur, që ta kuptojë njeriu se çdo thotë si të shpëtojë nga ndërshkimi i Allahut subhanuhu teala. Cili është besimi ose niveli domosdoshëm për të njohur tauhidin dhe shirkun, që të jemi shpëtuar dhe mos jemi nga të ndëshkuarit. Mjafton vetëm që të them se unë nuk dija dhe kujton se je i justifikuar tek Allahu subhanuhu teala, nëse nuk di. Dhe mund ta cënosh tauhidin, mund të biesh në shirk. Jo. Është e domosdoshme. Ky pra është një libër i dytë që e shtjellon këtë çështje. Ai shpjegon gjithashtu natyrën e ndërmjetësimit ndaluar, pra na tregon disa lloje të shirkut, i dhujtarisë, që janë përhapura shumë në kohën e sotme. Ndërmjetësimi ose kërkimi ndihmës tek varret, tek evlijat, tek njerëzit e mirë, madje edhe tek profetët, Zot na ruaj. Pra, kërkimi i ndërmjetësimit me mënyra të ndaluara, janë çështje që duhet i di njeriu dhe mos bjerë në to, sepse janë shirk, zemëron Allahun subhanuhu teala. Edhe nëse nuk, do thuash që unë nuk e di, edhe unë e bëj me nije të mirë, nuk mjafton nije i mirë që të shpëtosh, duhet dhe rruga që ndjek. Prandaj, ky libër jep muslimanit bazat për dalluar tauhidin e pastër nga devijimet që kundërshtojnë atë. Edhe ky libër shumë i shkurtër. Brenda një muaji mund ta lexosh 5-6 herë. Pa u lodhur shumë, ta lexosh shumë herë derisa të fiksohen temat e tij.
A ka mundësi që shpeshherë disa pjesë ti fiksosh, përmendesh, domethënë që edhe të mund t'u mësosh të tjerëve, dhe ti edukosh ata që i do dhe të duan? Së treti, është një tjetër libër i shkurtër, Keshfu Shubuhat, largimi dyshimeve. Pas njohjes së bazave të tauhidit, muslimani ka nevojë të mësojë dhe të përgjigjet dyshimeve që ngrihen kundër fesë së tij. Në këtë libër autori paraqet dyshimet më të përhapura që përdoren për të justifikuar shirkun. Tek shumë njerëz e justifikojnë shirkun e tyre. Madje e mbrojnë me forcë, Zoti na ruaj, ato rrugë të humbjes. Këtë lloj shubuhatesh, pra dyshimesh, i sjell autori. Dhe muslimani nëse i lexon vazhdimisht, di domethënë dhe është i qartë që t'ia përgjigjet dhe të udhëzojë ata që janë të pamësuar. Ai tregon se vërteta nuk matet me zakonet, shumicën apo traditat, por me shpalljen e Allahut subhanahu wa taala. Libri forcon bindjen e besimtarit dhe mëson të mbështetet gjithmonë në argumentat e fesë që është Kurani, Suneti dhe brezat e ndritur, dhe jo zakonet e njerëzve dhe ajo çka ata mësojnë me njëri tjetrin dhe u duket e bukur. Pra, me hamendja ose emocionet e momentit. Gjithashtu, pas kësaj vjen një tjetër libër dhe ky është më i gjerë, është Kitabu Tauhid, libri i tauhidit. Ky është libri më i njohur dhe më i rëndësishëm, të paktën në këtë nivel për njerëzit në përgjithësi në fushën e akides. Në të trajtojnë në mënyrë të hollësishme çështjet kryesore të tauhidit dhe shirkut. Tauhidi është njësimi i Allahut. Ta besosh Allahun si një të vetëm. Shirku idhujtaria, me gjithë format e saj, ose format më të shumta të përhapjes dhe të shfaqjes së saj. Duke u mbështetur pothuajse tërësisht vetëm në argument nga Kurani dhe Suneti dhe fjalët e selefëve. Pra i shtjellon çështjet kryesore të tauhidit dhe shirkut me ajete Kurani, hadithet profetit sallallahu alaihi wasallam dhe fjalët e njerëzve të parë selefëve. Thjesht nga ty kërkohet vetëm të ulesh, gjesh kohë, të lexosh një faqe, 2 faqe në ditë, 3 faqe në ditë. Dhe këtë ta bësh të vazhdueshme me niyet. Çfarë është kjo? Kjo është mujahadetun nafs. Kjo është lufta me veten tënde për ta udhëzuar dhe për ta mbajtur në rrugën e drejtë. Nëse nuk e bën këtë udhëzet e mi, çfarë pret? Pret domethënë të shpëtosh pa pasur asnjë lloj drite dhe udhëzimi? Allahu musta'an, Zoti na ndihmoft. Çdo kapitull fillon me një temë të caktuar, si për shembull vlerat e tauhidit, frika nga shirku, sinqeriteti në adhurim, mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala, dashuria, frika, shpresa, betimi, kurbani për hir të Zotit, si shfaqet shirku në këto vepra. Dhe çfarë konsiderohet shirk, idhujtari në të tilla drejtime, gjithashtu zotimet, kërkimi ndihmës, ndërmjetësimi dhe shumë çështje tjera që lidhen me adhurimin ndaj Zotit subhanahu wa taala. Libri nuk synon vetëm të mësoj teorinë, domethënë e tauhidit, por ta edukoj besimtarin që ta zbatojë atë në çdo aspekt të jetës, duke ruajtur adhurimin e pastër vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Për të arsye ai konsiderohet një nga veprat më themelore në studimin dhe njohjen e tauhidit dhe akides së pastër. Këto 4 vepra pra janë themelet, sqarueset e themeleve. Do të jetë hapi i parë për çdo musliman. Do të hajë dhe duhet të di se çfarë kanë ato. Do të jenë vepra që lexohen nga njerëzit dhe u mësohen dhe fëmijëve dhe ushtrohen që ata t'i lexojnë vazhdimisht. Ky ishte niveli i parë vëllezërit e mi. Niveli i dytë është mësimi i akides së ehli sunetit. Dhe këtu kemi 3 libra kryesor, dhe këta janë më të zgjeruar padyshim, por edhe kjo është shumë e rëndësishme që të njihen, sidomos nga të rinjt dhe të rejat, sepse ata do të kenë të bëjnë më shumë me masën e gjerë të njerëzve. Pse jo, edhe njerëzit e kaluar në moshë, pse jo, edhe ata kanë edhe më shumë kohë dhe mund ta lexojnë, mund të bëjnë edukues të mirë, edukator të mirë dhe mund t'i japin alhamdulillah shumë. Çdo njeri nëse i lexon këto, alhamdulillah përfiton shumë dhe njeh besimin e pastër. E gjitha po ta shikosh vëllezërit e mi, janë të gjitha këto që po flas, janë 10 ose 15 libra të gjithë. 10 ose 15 libra. Dhe një pjesë e madhe e tyre, këto që përmenda më sipër, përveç Kitabut Tauhid, janë libra të vegjël fare. Të pak mund të lexohen brenda 3 ditësh, 3 ditësh, edhe brenda ditës, brenda 1 ore mund të lexohen nga fillimi në fund. Po çështja është të studiohen, të lexohen dhe të mësohen. Nuk është se janë shumë, 10 libra janë. Dëgjoni me kujdes këtë fazë të diturisë, që duhet ta ushtrojë veten muslimani dhe muslimania, që ti mësoj dhe të lexoj. Ta vërë si plan në veten e tij. I pari është Al-Aqida Al-Wasatiyya, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Ky është një nga tekstet më të rëndësishme dhe më të përhapura në akiden e Ehli Sunnetit dhe Xhamatit. Ibn Taymiyah shkroi këtë vepër
me kërkesën e gjykatësi nga wasiti, i cili kërkoi të përmbledhte, i kërkoi Shekull Islam dhe i tha, ma përmbledh besimin e ehli sunetit. Çdo më thënë ehli sunne, ata që janë kapur pas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shikoj ç'bën njerëzit. Mendo, ky ishte gjykatës dhe ju drejtua një dietari të madh, siç ishte Shekull Islam ibn Taymija. Dhe ju drejtua dhe i tha çfarë? Ma shtjello hollësisht akiden e ehli sunetit. Akiden atyre që ndjekin rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë gjithë historisë së Islamit, popujt, domethënë ose gjithë populli i ummeti islam, këta e kanë studiuar vazhdimisht. Pra, po them akiden në përgjithësi. Në çdo, kjo është një vepër që u shfaq në një periudhave të Islamit. Por duhet t'rregoj që kështu ka qenë gjithmonë. Dhe ka pasur çdo periudhë libra që janë shtjelluar akidja. Dhe njerëzit kujdeseshin për këtë. Ua mësonin. Hoxhallarët në xhamia e lexonin vazhdimisht dhe dëgjonte xhamati. Po kështu edhe ua mësonin fëmijëve në përmejtepet e tyre që ata të dinin dhe të mësonin akiden që të vegjël. Të merrnin këtë besim të pastër në argument nga Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Që muslimani është i qartë në akiden e tij dhe nuk tronditet akidja e tij, të paktën jo nga aspekti diturisë. Pra, ai e shkroi, e ndërtoi librin pothuajse tërësisht mbi argumente, thjesht ajeti Kurani është dhe hadithet profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe fjalë të selefëve gjatë shekujve. Duke treguar se akidja e saktë boron vetëm nga shpallja dhe jo nga filozofi dhe logjika e njerëzve. Tematika kryesore e librit është besimi në Allahun përmes emrave dhe cilësive të tij. Pra ky është një libër që shtjellon më hollësisht besimin e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Një tematik kjo që kanë devijuar nga rruga e drejtë shumë grupaciona. Të ndikuar dhe influencuar nga filozofitë e huaja, filozofitë e mohuesve të vjetër, edhe të rinj, për të larguar muslimanin nga besimi në emrat dhe cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo kryesisht libri vërtitet rreth kësaj teme, autori sqaron pra metodologjinë e selefëve në këtë kapitull të rëndësishëm, duke theksuar se emrat dhe cilësitë të Allahut duhen pohuar ashtu siç kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet, pa shtremërime, tahrif dhe pa mohim, ta'til, pa pyetur për mënyrën tekyif, pra si e qysh janë emrat dhe cilësitë të Allahut, dhe pa i përgjasuar me krijesat për të marrë shembuj, temthil. Përveç kësaj libri trajton dhe tema të rëndësishme të tjera që duhet i di muslimani, dhe këto janë tema subhanallahu që duhet vazhdimisht muslimani të rikujtojë. Janë besimi, pra kushtet e imanit, besimi në Allahun, melekët, librat, profetët, ditën e fundit dhe në kaderin e Allahut subhanahu wa taala, i cek jo gjërësisht, por në temat më të rëndësishme që duhet i di muslimani. Dhe leximi i këtij libri i jep një informacion të përmbledhur muslimanit në këto tema. Gjithashtu, për kufizimi i imanit, çfarë është imani në zemër dhe shtimin ose paksimin e tij, janë tema këto të trajtuara dhe që njerëzit kanë devijuar. Gjithashtu, qëndrimin e ehli sunetit ndaj sahabëve dhe familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, mrekullitë e evlijave dhe dallimin e tyre nga pretendimet e reve, e rreme të magjistarëve apo njerëzve të devijuar, shenjat e ditës së Kiametit, besimin në jetën e varrit, ringjalljen peshore, siratin, haudin, ndërmjetësimin, parimet e përgjithshme të ehli sunetit në çështjet e fesë dhe të bashkimit të ummetit, gjithashtu diçka rreth grupeve dhe rrymave të devijuara. Pra është një libër që t'jep informacion për të qenë i kujdesshëm dhe i ruajtur. E merr të plot këtë informacion. Çfarë dobi ka studimi i këtij libri? Ky libër jep muslimanit një pamje të plotë akides së ehli sunetit në të gjitha temat kryesore. Ai mëson metodën e selefëve në kuptimin e teksteve të shpalljes dhe e mbron nga devijimet e sekteve që kanë shtrembruar besimin në emrat dhe cilësitë e Allahut, ose edhe në çështje të tjera të akides. Për të arsye, Aqidul Wasatiyya konsiderohet një nga tekstet më themelore që çdo musliman duhet domethënë t'i hedhë një sy dhe të jetë i qartë në të. Të paktën, nëse njeriu lexon një herë ose dy herë, ose gjithmonë i kthehet, nëse ka ndonjë pyetje ose paqartësi, elhamdulillah, kjo është mirësi e madhe. Libri i dytë i këtij niveli është Al-Aqida At-Tahawiyya. Pra Aqida At-Tahawiyya autorit Imam Abu Ja'far At-Tahawi, i cili ka vdekur në shekullin e 4 Hijri. Ky është një nga tekstet klasike më të njohura në akiden islame. Në të Imam Tahawi përmbledh besimin e Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit sipas metodës së imamëve të mëdhenj të fikut dhe veçanërisht të Imam Abu Hanifes dhe nxënësve të tij, pra Abu Yusuf dhe Muhammad al-Shaybani. Libri është pranuar gjithësisht nga dietarët e Ahlus Sunnetit dhe ka pasur shtjellime të shumta dhe është një libër që është hartuar shumë thjesht dhe bukur. Është hartuar domethënë me pika,
Pra, si themi, si menene të ndryshme, menene të shumta, të shtjelluara, të shkurta, por të thjeshta për të kuptuar, inshallah. Nga shpjegimet më të mira të këtij libri të përhapura është shpjegimi i Ebil Izz el-Hanafi, Ibn Abil Izz. Në këtë vepër trajtohen në mënyrë të përmbledhur, por gjithëpërfshirëse tema themelore të akides. Tauhidi dhe njësimi i Allahut në rububie, në meritën e adhurimit në uluhie dhe në emrat dhe cilësitë e tij, besimin në emrat dhe cilësitë të Allahut sipas Kuranit dhe Sunetit, besimi në melekët, librat, profetët ditën e fundit, besimi në kader dhe urtësinë e Allahut në caktimin e çdo gjëje, përkufizimi i imanit dhe raporti mes besimit dhe veprave, pra çfarë veprat janë pjesë e besimit apo jo, besimi në jetën e varrit, dënimi dhe begatitë e tij, ringjallja, llogaria, peshorja, sirati, haudi, ndërmjetësimi i profetit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit. Të gjitha këto tema i shikonit përsëritura edhe në libra të tjerë. Pse vëllezërit e mi? Sepse këto janë ato tema që dalin grupacione her pas here që i mohojnë, që nuk ekzistojnë, i konsiderojnë se janë pralla. Janë thjesht diçka figurative që nuk ka realitet në tokë. Dhe këto janë të domosdoshme sqarojnë që janë reale, ashtu siç ka thënë Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra, gjithashtu qëndrimi ndaj gjunafqarëve prej muslimanëve dhe refuzimi të primeve të grupacioneve të humbura siç janë xhavarixhet, por edhe murxhiet nga ana tjetër, pra që e devijojnë besimin e muslimanit, shenja e ditës së Kiametit dhe çështje të tjera të ahiretit. Libri dallohet për përmbledhjen e tij të saktë dhe për mënyrën sistematike me cilën paraqet bazat e besimit, pa hyrë në polemika të gjata. Për këtë arsye është bërë një nga tekstet më studiuara në historinë islame, pra në lidhje me akiden. Dobia e studimit të tij, edhe ky libër i jep, domethënë, lexuesit një përmbledhje të plotë të bazave të akides të ehli sunetit dhe ndihmon të kuptojë lidhjen mes çështjeve të ndryshme të besimit si një sistem i vetëm. Gjithashtu ai e njeh besimtarin me terminologjinë klasike të dietarëve të vjetër selefëve dhe e përgatit për studimin e veprave edhe më të zgjeruara të akides. Pra nëse lexon pra akiden tahawiyye, alhamdulillah bëhesh i aftë që më vonë të futesh edhe në libra më të thellë që të kuptosh më thellë akiden dhe besimin islam. Kur studiohet së bashku me shpjegimet e dietarëve, është edhe më i dobishëm, prandaj në fakt edhe në gjuhën shqipe alhamdulillah, të gjithë këto libra që përmenda deri tani janë të përkthyer alhamdulillah. Ke mundësi të gjesh edhe në formë letër, por edhe në formë elektronike. Hyn dhe i gjen ku të duash. Mjafton vetëm të përcaktosh një kohë që ti dal ngadalë ti marrësh dhe të ecësh sipas kësaj radhe. Pra, fillimisht me ato të thjeshta dhe pastaj duke u zgjeruar dhe duke ecur. Dhe libri i tretë i këtij niveli të dytë, pra në njohjen e akides së ehli sunetit të vëllezërit e mi, për ta mbyllur këtë pjesë të parë të hutbes, është Sharh as-Sunnah të Imam al-Barbahari. Ky është një prej librave më të hershëm dhe më të rëndësishëm që kanë mbërritur nga imamët e selefëve në shpjegimin e akides të ehli sunetit. Ai nuk është ndërtuar mbi diskutime filozofike apo polemika logjike, por thjesht transmetimet e sahabëve, tabiinëve dhe imamëve të mëdhenj. Pra ai të ka sjell çfarë kanë besuar sahabët në lidhje me akiden. Ata burra që dëgjuan profetin sallallahu alaihi wasallam, e dëgjuan Kur'anin nga goja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dëgjuan akiden të shtjelluar nga profeti i Allahut. Pastaj çfarë kanë thënë tabiinët, pra kanë nxënësit e sahabëve dhe imamët e mëdhenj të islamit, ata që kuptuan islamin dhe mbajtën ata shekuj të ndritshëm. E përhapën gjithë botën. Dhe erdhi ky islam dhe u përhap në gjithë vendet përmes atyre burrave. Si e besuan ata Allahun subhanahu wa taala? Na tregon pranaj përmbledh ky libër fjalët e tyre në lidhje me akiden, me gjithë temat e akides. Libri trajton një gamë të gjerë temash, ndër të cilat domosdoshmëria ka pjesë fort pas Kuranit dhe Sunetit. Domosdoshmëria ka pjesë fort pas Kuranit dhe Sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Detyrimin e ndekjes së rrugës së sahabëve dhe brezave të parë, paralajmërimin nga bidatet dhe risit në fe, për kufizimin e sunetit dhe rëndësinë e tij, çështjet e imanit dhe shtimin dhe paksimin e tij, besimin në kader, besimin në jetën e varrit, ringjalljen, ngjarjet e ahiretit, siç thash, tema që kërkohet dhe synohet të hiqen dhe të mos besohen si reale. Qëndrimi ndaj sunnitarëve muslimanë dhe ndalimin e rebelimit, përveç rasteve të përcaktuara, edhe kjo temë shumë e rëndësishme, dashurinë dhe respektin për sahabët, shenja dalluesve të pasuesve të sunetit dhe cilësi dalluese të pasuesve të bidatit. Edhe kjo shumë e rëndësishme. Si e kanë parë domethënë të parët sahabët? Kë konsideronin ndjekës së sunetit. Kë konsideronin të devijuar që të kesh kujdes dhe mos i shkosh pas. Me fjalët e tyre,
dhe me formulime të thjeshta dhe të kuptueshme. Një pjesë e rëndësishme e librit i kushtohet sqarimit të metodës së selefëve në ruajtjen e unitetit të ummetit. Si e ruajtën unitetin? Çfarë konsiderohet unitet dhe bashkim? Dhe kur është e qortueshme përçarja? Pra këto janë tema që i trajton hollësisht ky libër. Dobia e studimit të tij, ky libër nuk e mëson muslimanin vetëm çfarë duhet besoj, por edhe si duhet ta jetojë akiden praktik. Ai edukon me metodologjinë e selefëve, me respektin për sunetin, largimin nga risi dhe ruajtjen e unitetit dhe bashkimit rreth të vërtetës dhe të mirës. Përmes tij muslimani kupton se akidja nuk është vetëm një grup bindjesh teorike, por një metodë plot jetese që udhëheq besimin, adhurimin, moralin dhe marrëdhëniet me njerëzit. Këto tre vepra përbëjnë pra urën lidhëse mes teksteve fillestare që thamë në fillim, ato 4 libra, pas tyre vijnë këto dhe vijnë me një zgjerim më të shtjelluar që duhet muslimani t'i kalojë dhe t'i lexojë. Dhe sikur se thash deri tani, se janë përmendur 7 libra. Dhe pjesa tjetër është për ata që dëshirojnë të zgjerohen edhe më shumë, që mbase mund mos jetë synimi shumë prej lexuesve. Megjithëse unë kam ngulë vëllezërit e mi dhe them, të gjithë duhet ta lexojnë, se sot është një nivel shkollimi i mjaftueshëm. Është një nivel që çdo kush mundet të hyjë dhe të lexojë. Nuk është se është diçka domethënë kaq e pamundur që të kuptohen ose të mësohen. Gjithë njerëzit sot elhamdulillah është mundësia e leximit, shpërhapur kjo lloj diturie tashmë. Prandaj kam ngul që edhe ato të lexojnë vëllezërit e mi. Renditja e rekomenduar sikur se thash, e këtij niveli të dytë, fillimisht me Aqidul Wasatiyye të Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, pastaj është Aqidat Tahawiyye me shpjegim të Imamit Tahawi, dhe pastaj Sharh as-Sunnah Imam al-Barbahari. Kjo renditje është e përshtatshme sepse Wasatiyye vendos bazat e akidës së Ahlus Sunnetit. Tahawiyye plotson ato me një përmbledhje gjithëpërfshirëse të çështjeve të besimit, ndërsa Sharh as-Sunnah e forcon muslimanin në metodologjinë praktike të selefëve dhe në qëndrimin ndaj bidateve dhe devijimeve në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ky ishte niveli i dytë, elus Allahu subhanahu wa taala na mësoj atë që nuk e dimë vëllezërit e mi. Elus Allahu na forcë, nujahid anfusana, të luftojmë me veten tonë në hapën e parë të luftës që është kërkimi i diturisë. Dhe në nështrimi për ta mësuar atë. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Niveli i tretë vëllezërit e mi është niveli i thellimit të studimit. Në këtë fazë, lexuesi kalon nga njohja e përgjithshme e akides në studimin e rregullave dhe parimeve që përdorin dietarët e Ahlus Sunnetit për të kuptuar tekstet e Kuranit dhe Sunetit. Veçanërisht në çështjet e emrave dhe cilësive të Allahut. Këto dy vepra që do përmendim janë vepra të Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, konsiderohen ndër tekstet më të rëndësishme në këtë fushë dhe përbëjnë bazën e studimit të avancuar të akides. Megjithatë, kur them studimi i avancuar, nuk do të thotë që ajo kuptohet vetëm nga një grup njerëzish. Nëse muslimani dhe muslimania janë nisë rrugëtimit me ato libra që thash, pra duke filluar me ata të thjeshtë, duke marrë dal nga dal diturinë, dhe vazhdon dhe zjerohet dal nga dal, nga pak dhe nga pak, vallahi nuk ka asgjë të pakuptueshme, është shumë e thjeshtë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kjo vepër e para është al-Aqidatul Hamawiyya al-Kubra. Kjo vepër u shkrua si përgjigje ndaj një pyetje që u drejtua Ibn Taymiyes nga banorët e qytetit Hama, subhanallahu. Vëre me kujdes. Libri që thamë më përpara, Aqida Wasatiyye, kërkesë nga një gjykatës na tregon akiden e Ahlus Sunnetit. Na tregon pse njerëzit duhet të njohin akiden, popujt. Në gjithë historisë, vendbanimet e muslimanëve gjithmonë kanë pasur synin çfarë, njohin akiden. Edhe në këtë rast, një pyetje drejtohet dikujt nga banorët e Hamas, të cilët kërkuan sqarimin e besimit të Ahlus Sunnetit në lidhje me emrat dhe cilësitë e Allahut. Dhe kjo në fakt ka qenë, sikur se thash pak më sipër, një temë që kanë devijuar shumë grupe. Dhe në fakt vazhdojnë dhe sot të nxjerrin kokën dhe të flasin, edhe të devijojnë njerëzit. Pra gjithmonë ka qenë nevojshme që njeriu ta njohë akiden. Dhe kjo nuk është një diçka që është vetëm në shtresat e intelektualëve, themi, ose të njerëzve që studiojnë, të di, jo, është një shtjellim që e merr te gjithë populli, sepse është diçka që duhet besohet. Dhe duhet njeriu të jetë i kujdesshëm në të.
Prandaj duhet njeriu të njohë ose të lexojë të tilla libra. Përgjigjja e tij është ndëruar në një nga veprat më të rëndësishme të akides në këtë kapitull. Libri trajton në mënyrë të zgjeruar metodologjinë e selefëve në besimin ndaj emrave dhe cilësive të Allahut, duke shpjeguar se ato duhet pranohen ashtu siç kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet, pa shtremërim, pa mohim, pa pyetur për mënyrën dhe pa shëmbëllime me krijesat. Ndër temat kryesore të librit, parimet e ehli sunetit në lidhje me emrat dhe cilësitë e Allahut. Rruga e selefëve në pranimin e teksteve hyjnore, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Cilat tekste i pranojmë dhe i zbatojmë, për cilave marrim fen tonë, në ç'mënyrë merret feja, si përnxirren nga tekstet. Pra, cilat janë ato tekste që pranohen, kriteret e pranimit dhe refuzimit, dhe ka shumë njerëz cilët edhe sot Zot na ruaj, pranojnë vetëm Kur'anin, nuk pranojnë hadithin fare. Të tjerë thonë jo, nga hadithet pranojnë vetëm një pjesë caktuar, se kjo është plagë e vjetër, s'është e sotmja, që dalin këta që quajnë veten Kur'aniun, që s'janë Kur'aniun ata. Ata janë domethënë mohues fare të Kur'anit, edhe të sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra duan të heqin tekstet e shariatit, të heqin hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, të heqin një pjesë. Si pranohet pra rruga e selefëve në pranimin e teksteve, apo refuzimin e tyre, shumë e rëndësishme si temë. Refuzimi metodës atyre që mohojnë ose shtremërojnë cilësitë e Allahut. Dallimi ndërmjet ngjashmërisë në emërtim dhe tema të tjera, domethënë të shumta që lidhen me çështjen e besimit në emrin dhe cilësitë e Allahut, mos zgjatem më shumë. Dobia e studimit të këtij ky libër aftëson lexuesin të kuptojë metodologjinë e selefëve në çështjet më të rëndësishme të akides dhe mbron nga devijimet që kanë lindur rreth kësaj teme. Ai forcon bindjen se shpallje dhe arsye shëndosh nuk bien kurrë në kundërshtim dhe i jep lexuesit aftësinë të dallojë metodën e ehli sunetit me metodën e sekteve të kelamistëve dhe filozofëve të devijuar. Libri i dytë është El-Aqida at-Tadmuriyya, edhe kjo është shkruar nga Sheikhul Islam, ndryshe nga Hamawiyya, e cila fokusohet kryesisht në paraqitjen e besimit të selefëve. Tadmuriyya vendos rregullat universale me të cilat ndërtohet kuptimi i drejtë. Pra Tadmuriyya vendos qawaid, rregulla bazike si të besojmë në emrat e cilësitë të Allahut. Nëse i mësojmë këto rregulla, këto sentenca të përcaktuara qartë nga ehli suneti, kur nuk devijon lidhje me emrat e cilësitë të Allahut. Dhe këto rregulla, nëse fiksohen dhe lexohen, njeriu është i qetë në besimin e tij në emrat e cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Për mos u zgjatur më shumë me hollësitë e këtij libri dhe të këtij niveli, është një nivel i katërt që është nivel zgjerimi dhe specializimi o vëllezërit e mi. Po kaloj direkt dhe nuk po qëndroj në këtë pjesë për të kaluar tek programi për studimin e akides. Një program mujor dhe vjetor. Përfitimi nga libri i akides nuk arrihet duke lexuar shumë faqe për t'i kaluar në një kohë të shkurtër. Të quhet se e lexove një libër. Por duke lexuar me qetësi, duke medituar mbi argumentet e tyre, duke kuptuar mirë çështjet që ata trajtojnë. Prandaj e dobishme. Një program i thjesht mund të jetë ky, me lejen e Allahut në sjell dobi, inshallah. Çdo ditë lexo 3 deri në 5 faqe nga libri që je duke studiuar, duke marrë me radhë, siç fola pak më sipër. Pra i merri me radhë ato libra dhe lexoj. 3 deri në 5 faqe. 3 deri në 5 faqe i lexon për 5 minuta, e shumta 10 minuta nëse mediton. Në ditë. Pra në ditë kërkohet të lexosh 3 deri në 5 faqe. Shëno për kufizimet, rregullat dhe argumentat kryesore, lexo ajetet dhe hadithet e përmendura në tekst dhe medito mbi kuptimin e tyre. Nëse has ndonjë çështje të paqartë, pyet njerëzit e dijes, hoxhallarët. Lexova diçka dhe nuk e kuptova. Si është kuptimi i saj? Ma shtjello. 3 deri në 5 faqe në ditë. Çdo javë përsërit atë që ke lexuar gjatë javës, pra pjesët kryesore që ti mësove gjatë kësaj jave, përsërit edhe një herë. Përpiqu të mos përmbledhësh të jesh i aftë ta përmbledhësh me fjalët e tua atë që mësove. Pra çfarë mësove, mund ta thuash me fjalët e tua, ushtroje veten, duke e thënë një shoku, një miku, domethënë fëmijës apo kujdo qoftë nga ata që ti duhet t'ua mësosh inshallah. Në fund të muajit riktheu edhe një herë kapitullin kryesor, siguroj që ke kuptuar temat para se të kalosh në librin tjetër. Pra temat kryesore të këtij libri je në gjendje të shkruash në një copë letër. Ky libër trajtoi 5 tema, 10 tema, 1, 2, 3, 10. Je në gjendje ta bësh diçka të tillë? Kjo është muxhahete. Nëse do ta fiksosh se ti je i aftë që e ke fiksuar diçka të hajrit, atëherë kjo është detyrë që ta bësh, sepse nuk i ka afër gjithmonë
hoxhën ose imamin, ose gjithmonë sa herë të përballesh me diçka dhe të pyesësh. Duhet i marrësh dhe të kesh këto libra dhe t'i lexosh. Programi i vitit të parë, shkurtimisht, muajin e parë ke 3 parimet, sikur se thamë, usulu thalathe. Një libër thash shumë i shkurtër, mund ta lexosh 5 herë gjatë këtij muaji, por ja vlen që është si hapi i parë në këto librat e parë, le të jetë një çik kohë më shumë dhe mas më pak leximi. Ky libër lexohet disa herë që të kuptohen mirë 3 parimet me të cilat ndërtohet besimi i muslimanit. Muaji i dytë, qawaid arba, pra 4 rregullat, pasi të kuptojnë bazat e tauhidit, studiojnë 4 rregulla që ndihmojnë dallimin mes tauhidit dhe shirkut, siç tham pak më sipër. Muaji i tretë, keshfu shubuhat, largimi i dyshimeve. Ky libër forcon besimin duke sqaruar dyshimet më të përhapura rreth tauhidit, shirkut dhe mënyrave të idhujtarisë. Jep të përmbledhura dhe elhamdulillah qartësohet njeriu nga këto dyshime dhe është i aftë të përgjigjet dhe të ftojë njerëzit që i kanë këto dyshime. Muaji i 4, i 5 dhe i 6, që do më shumë 3 muaj pra Kitabu Tauhid, është libri i madh dhe ky ja vlen të lexohet me vëmendje. Sigur se thamë është nga librat më të rëndësishëm të akides. Muaji i 7 dhe i 8, Akide Wasatiyye dhe Sharh Sunnah, që i përmend në pakësi që është niveli i dytë. Ose dhe Akide Tahawiyye, pra sikur se thamë 3 librat e nivelit dytë. Muaji i 10 dhe 11, këto 2 nivele që thamë të nivelin e 3 që do të thellohesh pak, pra thjesht ti lexosh ato dhe kalon. Një vit mujahede, duke lexuar domethënë 5-6 faqe në ditë, është shumë vëllezërit e mi. Po kërkohet shumë që të njohësh akiden dhe të jesh i qartë në akiden tënde. Kaloj një herë të paktën. Bëja në mos qof një vit, bëja 2 vjet. Bëja 3, bëja gjatë gjithë jetës tënde. Por ama mos e lër, kaloj të gjitha këto faza një herë. Në lidhje me akiden, pra me besimin e pastër në Zotin subhanahu wa taala. Lutë Allahu na ndihmojë vëllezërit e mi. Allahu na udhëzojë atë që është hajër, na mësoj atë që nuk e dim, na dobin atë që mësojmë. Së fundi çoni salavat e profetit ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.